24 orë në stop dhe dyshojnë dhe ata. Imagjino unë mos të dyshoj. Çështja është me sa po kuptoj unë. Ti po ma ke frikën për finale zemra. Se vetëm mua më sulesh është shpirt. Nëse ti e meriton finalen unë ta uroj. Nëse unë e meritoj finalen do shkoj dhe ti nuk bën dot asgjë. Sako, e nderuar dhe e dashur. Benita nuk i frigohet as kujt për finale. Koment pa lidhje. Jo, koment pa lidhje nuk është. Këtë mendim e ke pas ti edhe para një muaje, po se ke pas guximin me shpreh, se ja ke pas frikën se është favorit, e kena pas një favorit, edhe nuk e ke shpreh menimin si une. Jo për kundrazimin që mu nuk ma ka një prej fillimit, edhe për shpreh menimin tam. Për kundrazitije që ti e ke dit menimin tonë. Ajo ka vaj finale, pse Po ti ja ke pas frikën e Lionës, nuk ja ke shpreh menimin. Doli kjo trimja, gjitha ka mashtruar. Basta. Urdhra. S'ke pas guximin ose do me vlerësu. Realisht, kur jemi ka unë e ti e Benita, reagimi pas sprajmit parë që pa dalë për mu e Lionën, në më thonë që pa dalë e klip, edhe ti po të thonë që ajo po të shfrytëzon e gjithë shka, po të thonë mu që unë dua dhe me pas një biset me ta për këtë pjesë, se përshijet që është e ba për lojt, po ti realisht nuk i ke ba E ka shfrytzu për lojt. Se ju ka friksu. Kam folur. Kemi folur lavanderi. Moj Hygeta, në këtë pikë të lojës je duke dalë një dy ftyrë dhe një besprime. Jo tim lavanderi ka rrje debate që u dalën për që në ty të këmëson spuse që u dalën nuk ka pas bërë me Klodi. Ja, aty më ki thonë që Klodi ka flirtu me mua dhe ti ki po që Klodi ka bërë gjeste flirtuse. Pyke jetu më ndu me i shprej disa menime që nuk ka gjithë por tash në dvonë, e ka konfektuar me video me dyri për jenë komfort zone dhe nuk e pas guxim me Gam, video ka dalë në Prime dhe se ke pas guximin Skuptohet për sa